Kryeministri Edi Rama u takua këtë të mërkur në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Takimi u zhvillua në selinë e Aleancës së Atlantikut të Veriut dhe u fokusua te roli i Shqipërisë në NATO, mbështetja për Ukrainën, si dhe projektet e ardhshme për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes. Rutte vlerësoi kontributin e vendit tonë në Aleancë dhe theksoi se Shqipëria këtë vit do të arrijë 2% të shpenzimeve për mbrojtjen. Shqipëria është një aleate pa lëkundur. Shqipëria do të mbërrijë 2% të shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe përmes ndërmarrjeve të veta shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale në mbar NATO-n. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën, edhe jashtë Shqipërisë ju po merrni pjesë në forcat atlantike në Letoni, në Bullgari, jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it. Shqipëria nuk është aleati më i madh i yni, por Shqipëria po bën shumë. Dua të falenderoj shumë që jeni aleat kaq i patundur. Ju e dini që NATO-ja mund të mbështetet tek Shqipëria dhe ju e dini që gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet tek NATO-ja. Kryeministri Rama foli edhe për një nga projektet strategjike më të rëndësishme që vendi synon të realizojë në bashkëpunim me NATO-n, ndërtimin e një porti të ri ushtarak në Porto Romano. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë son. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me të cilat mund të qasemi në programin SAFE të Bashkimit Evropian, i cili sa i takon sigurisht shkon përtej perimetrit të vendeve të BE-s dhe mund të jeti dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Evropë. Rama e mbylli fjalën e tij me falënderime për sekretarin e përgjithshëm Rutte, duke e cilësuar si një lider energjik dhe partner të çmuar.